Të hapëm seancën e shqyrtimit vëllëstar, çështjen penale ndaj të akuzuares Jelena Gjukanović nga neni 124, paragrafi 3, e lidhur me nenin 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës, sipas akt akuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës të datës 2/9/2025. Emri dhe mbiemri? A trasë ndryshe? Jeca. Aktualisht apo në ndikon? Tani jam në mungesë, por jam e punësuar në OSB-i po shkruan. E punësuar në OSB-i. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër panderës Jelena Gjukanović me dhënat e cekura si në proces verbal, e që gjendet në masën e paraburgimit nga data 28/02/2025, sepse nga data e pacaktuar e në vazhdimsi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtares vendore të misionit të OSB-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plotë dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, e njohur si BIA, duke i ofruar të dhëna, dokumente dhe informacione të ndjeshme të siguruara gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSB-s. Ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit agentin rezident të BIA-s Aleksandr Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Gjithashtu e pandehura përmes influencimit dhe ndikimit të saj nga pozita që mbante në OSB dhe udhëzimeve që kishte marrë nga tani i dënuari për spionazh Aleksandr Vlajić dhe zyrtarët e BIA-s, e njëjta gjatë takimeve zyrtare dhe përfilimit të raporteve të OSB-s për pasqyrimin e situatës politike dhe të sigurisë në Kosovë, ka kontribuar në tirimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Republikës së Kosovës, çka përmes këtyre veprimeve të qëllimshme e pandehura ka cenuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare, dhe ka vënë në rrezik serioz jetën dhe sigurinë personale të zyrtarëve shtetëror, qytetarëve të vendit, si dhe personelit ndërkombëtar të misionit të OSB-s në Kosovë. Me këtë e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimsi ka kryer veprën penale të spionazhit nga neni 124, paragrafi 3, lidhur me nenin 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Në nevojë deklarimi juaj e pranoni apo e pranoni? Izjava tali priznajte krivicën? Ne priznajmë. Nuk e pranoj fajsin. Të gjykatën që përsëri ta shqyrtoj Pitanje pritvorëm. Çështjen e paraburgimit. Postupak nema svedoka predloženih. Procedura nuk ka dëshmitar të propozuar. Svi dokazni materijali su obezbeđeni od strane tužilaštva. Janë të siguruara nga ana e prokurorisë. Možemo eliminisati postojanje uticaja. Eliminojmë ekzistimin e ndikimit na dalje tog postupka. Në rrjedhën e mëtejme të procedurës. Jedina opasnost koju tužilaštvo navodi, vetmi rrezik të cilën e thekson prokuroria, a koja se može razmatrati, që mund të shqyrtohet, jeste opasnost od bekstva. Është rreziku i ikjes. Stoga predlažem sudu Prandaj i propozoj gjykatës određivanje mere jemstva caktimi i mosës së dorëzanisë i kućnog pritvora dhe arresti shtëpiak za Jelenu Đukanović për Jelena Đukanovićin kao meru, si mos, odnosno mere, gjithsesht si masa, koje su dovoljne da se ovaj të postupak cilat janë të mjaftueshme që kjo procedurë vodi nesmetano.
të udhëhiqet pa pengesa. Konsiderojmë që për zhvillimi normal procedurës penale, krivičnog postupka, mosa e paravrgjimit është mos e domosdoshme je neophodna mera në këtë fazë procedurës, u ovoj fazi postupka, në veçanti duke marrë parasysh naročito imajući u vidu për bazë rrezikun e ikjes së të pandehurës, okrivljene, përsëritjen e veprës penale, ponavljanje krivičnog dela, e cila sipas deklarimit të koja saj prema njenih izjava, ende duket të jetë pjesë e stafit të OSB-s, peshën e veprës penale težinu krivičnog dhe në dela, veçanti rrezikshmërinë shoqërore e kësaj vepre penale. Në propozimin e takus, u vezi predloga edhe propozimet e mbrojtjes tane, i edhe propozimet e mbrojtjes tane, odbrane sada, për të gjitha këto, za sve ove, do të vendosme akt vendim të odluči veçantë će Sushime.